furnizimet e vogla dhe tregun e Kosovës ndikon që çmimi automatikisht të ngritet me njëherë në momentin që ka lëvizje të çmimeve të bursës, qoftë rami ose të ngritjes. Tregu i Kosovës është shumë i vogël sa i përket menaxhimit të çmimeve, sepse është një treg i vogël dhe eksporti dhe importi është një dallim jashtëzakonisht i madh. Dhe çmimet e naftës janë çmimet e cilat ndikojnë në bursë dhe për fat mirë mbrëm ka minus 5% ka rënë çmimet domethënë në bursë të naftës dhe besoj dhe shpresoj që edhe shoqata naftetarëve, por edhe bizneset në Republikën e Kosovës që merren me furnizimin e derivateve të ulin çmimet sepse çdo çmim është i lartë dhe jashtëzakonisht i dëmshëm për zhvillimin ekonomik për mirëqenien e qytetarëve në përgjithësi, sepse ne dim çfarë situate dhe çfarë niveli të ekonomisë dhe mirëqenies të qytetarëve i kemi. Kështu që i ftojmë edhe gjithë ato biznese të cilat merren me furnizim të energjisë, të derivateve të naftës që mos ta keqpërdorin qoftë luftën ose A ka pas keqpërdorim në fakt? Po nuk mund të supozojmë ne përderisa janë institucionet të cilat janë kredibile që duhet të merren me ato dhe ato janë ato të cilat duhet të verifikojnë dhe të bëjnë analizat qoftë çmimit blerës, qoftë edhe çmimit të shitës dhe aty mund të konstatohet. Është e vërtetë që kemi pasur lëvizje të çmimeve të menjëhershëm, mund të themi sepse bizneset që shëtha edhe zoti Berjani, bizneset tona furnizohen dhe kanë kapacitet jashtëzakonisht të vogël të furnizimit me sasi të mëdha, të cilat mund në një periudhë kohore të menaxhojnë gradualisht rritjen e çmimeve dhe këto furnizimet e vogla dhe tregun e Kosovës ndikon që çmimi automatikisht të ngritet me njëherë në momentin që ka lëvizje të çmimeve të bursës, qoftë rami ose të ngritjes. Nganjëherë qytetarët thonë se ku kemi rrëmje të çmimeve në bursë, këtu vërehet gradualisht, ndërsa ku kemi rritje të çmimeve është treg i lirë dhe për këtë arsye edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës jep mundësinë se secilit a keqpërdoret në fakt, jo vetëm prej naftetarëve, por në përgjithësi, a keqpërdoret kjo çështja e tregut të lirë, nga që çmimi rritet brenda natës, ndërkohë për mos zërit kjo nuk ndodh. As kur situata normalizohet. Ka raste, nuk mund të themi që nuk ka raste, sepse për këtë arsye është edhe treg i lirë. Qytetarët vlerësojnë edhe shkojnë aty ku çmimi është më i volshëm, por për këtë arsye janë edhe institucionet, sidomos Agjencioni i Konkurrencës, është Agjencioni i Ministrisë i monitorimit të çmimeve që duhet të shikojnë se me çfarë çmimi kanë hyrë brenda në doganë në Republikën e Kosovës dhe me çfarë çmimi po kemi sot në tregjet brenda të Republikës së Kosovës me këto çmime. Për fat mirë sot edhe me ligj kanë secila kompani i çet edhe çmimet tek obligative për me shpallë dhe kështu që besoj që agjencionet duhet ta kryejnë punën e vet dhe ta monitorojnë jashtëzakonisht shumë, sepse në situatat e tilla çdo ditë, çdo ngritje mund të ketë pasoja marramense qoftë të biznesit, por edhe në gjendjen familjare të ekonomike të Kosovës. Po si shpjegohet kur në të njëjtën kohë kemi ankesa prej qytetarëve për çmime të larta, për inflacion gjithmonë të shtuar, në anën tjetër kemi edhe ankesa të bizneseve, sa i përket mundësisë të bërit të biznes edhe sa i përket ndoshta edhe mbijetesës së tyre. Si mund të shpjegohet një gjë e tillë? Kush mund të jetë fajtor në këtë mes? Po, të bërit biznes në Republikën e Kosovës është në gjendje jashtëzakonisht të rëndë, sepse dita ditës po kemi vendime të cilat po e dëmtojnë realitetin e të bërit biznes në Republikën e Kosovës, siç ishte rasti edhe i luftës tani në Izrael edhe Iran, por njëkohësisht edhe vendimet e njëpasnjëshme nga ana e institucioneve të Republikës së Kosovës që kanë ndikuar në një gjendje të rëndë të bizneseve, kur shumica e bizneseve luftojnë për mbijetesë, shumica kompanive prodhuese janë duke përballur me probleme të njëpasnjëshme, sikur që ka qenë edhe problemi tjetër fuqia punëtore me liberalizimin e tregut dhe me liberalizimin e lëvizjes të qytetarëve jashtë vendit.